Policia kufitare ka gjobitur me 10.000 lekë drejtuesin e një jet ski që po bënte manovra të rrezikshme në gjirin e Livadit, duke rrezikuar pushuesit. Gjatë kontrollit rezultoi se ai nuk zotëronte dokumentacionin e nevojshëm dhe veç gjobës ju bllokua dhe mjeti lundrues. Në vijim të kontrolleve intensive për garantimin e rendit dhe sigurisë në hapësira detare, shërbimet e policisë kufitare u sinjalizuan nga qytetarë që po pushonin në gjirin e Livadit se një mjet lundrues jet ski po kryente manovra të rrezikshme në afërsi të perimetrit të sigurisë, duke rrezikuar jetën e pushuesve. Menjëherë shërbimet e policisë kufitare dhe njësia policore detare evidentuan në gjirin e Livadit mjetin lundrues jet ski me drejtues një shtetas nga Tirana. Mjeti ishte raportuar nga pushuesit pranë policisë kufitare dhe pamjet e tij ishin publikuar tashmë dhe në rrjetet sociale. Gjatë kontrollit rezultoi se drejtuesi i mjetit lundrues nuk dispononte në bord dokumentacionin e detyrueshëm. Për këtë shkelje, ai u ndëshkua me masë administrative 10.000 lekë të rinj, si dhe ju bë bllokimi i mjetit lundrues. Policia kufitare vjon kontrollet e pandërprera në të gjithë vijën bregdetare me qëllim garantimin e sigurisë në det, parandalimin e shkeljeve të perimetrit të sigurisë dhe zbatimin me përpikmëri të rregullave të lundrimit.